Aktivisti dhe analisti Ron Gjinovci ka reaguar rashpër ndaj protestave të fundit, duke i quajtur ato shfaqje të lodhura teatrale. Sipas tij, protestat që po bëhen janë në kohën dhe në vendin e gabuar. Këto protestat duhet me i bë te zyrat e PDK-s dhe jeni dasht me i bë kur u kanë kohën në pushtet Hashimi dhe Kadria, të cilët e kanë krijuar gjykatën. Kjo është shfaqje e lodhë teatrale, deklaroi Gjinovci. Ai shtoi se çdo mobilizim kundër vendimeve që kanë rënë në të kaluarën politike duhet të drejtohen ndaj atyre që realisht i kanë insinuar ato, jo ndaj institucioneve aktuale. Kjo deklaratë vjen në një kohë kur një pjesë e qytetarëve dhe përfaqësuesve politik po organizojnë protesta në mbështetje të të akuzuarve nga gjykata speciale në Hag. Veteranët kanë protestuar kundër kryetares së dhomave të specializuara të Kosovës, Ekaterina Trendafilova, pranë hotelit 4 Point by Sheraton në lagjen Marigona, aty ku po qëndronte ajo. Mediat kanë siguruar pamjen nga momenti kur veteranët kanë ndezur tymuse përballë thyrjes së hotelit. Përveç protestuesve, aty shihen dhe forca të mëdha policie. Në një moment nga veteranët tentohet që tymusja të hidhet brenda hotelit, por diçka e tillë nuk ndodh, derisa dikush dëgjohet duke thënë gjuaje jashtë. Ndryshe, veteranët kanë shprehur pakënaqësi rreth vizitës së Trendafilovës, duke kundërshtuar atë.